A vërehet një rritje e gjyqeve që zhvillohen kryesisht për dhunën në familje, nëse kemi shifra, sidomos sa i takon janarit 2024, si paraqiten? Po, përshëndetje, faleminderit për këtë intervistë. Atëherë, lidhur me dhunën në familje, vazhdon të jetë një çështje shqetësuese në të gjithë Shqipërinë, po ashtu edhe në gjykatën tonë, në gjykatën e Elbasanit. Në raport me vitet e kaluara, nuk kam i dhënë statistikor për muajin janar 2024 në fakt, sepse jemi ende në datën 31 janar të këtij viti, pra s'ka përfunduar, por ditu them për statistikat e viteve të kaluara, vitin 2022 dhe 2023. Në fakt është një lajm i mirë që është një trend në ulje, e lehtë, ka 6% çështje më pak në vitin 2023 në raport me vitin 2022. Do t'ju them që mbi 98% e këtyre çështjeve vijnë nga policia e shtetit. Dhe është rasti për të vlerësuar punën e policisë shtetit, të cilët janë gjithmonë të gatshëm dhe kontribuojnë për marrë masa për mbrojtjen e personave nga dhuna në familje. Janë më të ndërgjegjësuara gratë, femrat në përgjithësi sot për ta denoncuar dhunën dhe kjo padyshim është reflektuar edhe tek çështjet gjykatare. Po, me qëra fjala para se të përgjigjem pyetjes suaj, mbi 90% e personave të dhunuar e viktimave janë gra. Mendoj që ka një ndërgjegjësim më të lartë tyre, por ende vazhdon të jetë një fenomen shqiptar, sepse e shikojnë si një çështje të sferës së tyre private, por nuk e shohin dhunën familje si problem të interesit publik, si çështje që prek të gjithë shoqërinë. Dhe kjo është shqetësuese, shpresoj që të ndryshojë. Por mendoj që ka një ndërgjegjësim. Kemi shumë raste të dhunës dhe i thashë 90% janë kryesisht gra. E kuptova pyetjen tuaj. Atëherë, pra po kalojnë tek zgjidhja e martesave, të divorcit. Në fakt, shkaku kryesor i zgjidhjeve të martesave në Shqipëri janë ngrinë e mosmarrëveshje. E përkthyer ndryshe dhunë. Por jo dhunë kuptimin e kodit familjes, sepse te kodi familjes përmendet keqtrajtimi, që është diçka më e rëndë sa thjesht dhuna që ne flasim, që mund të jetë psikologjike dhe keqtrajtimi në shkallë ka më e rëndë. Por e them në terma të tjerë, ngrinë e mosmarrëveshje përkthehen në dhunë dhe shumica janë për këtë shkak. Dua të them që jo të gjitha rastet që vinë për dhunë familje përfundojnë në divorce. Se për shembull nga statistikat që ne kemi, 6% e urdhrat mbrojtjes janë lëshuar nga gjykata, një pjesë e vogël e tyre, 10% kanë përfunduar me rrëzim kërkese, nuk ka qenë subjekti që lejon ligji, pra nuk akuzon pjesëtar familje për këtë arsye dhe nuk mund të jetë i padetyruar në procesin civil të kësaj natyre. Dhe pjesa tjetër prej 30% janë procese civile në cilat janë pushuar pasi palët janë pajtuar, është hequr dorë nga gjykimi. Që të sqaroj, pajtimi nuk sipas ligjit, urdhri mbrojtjes kur kërkohet nga policia lëshohet edhe kur palët pajtohen. Por palët gjen një mekanizëm rreth avokatëve që heqin dorën nga padia dhe në këtë mënyrë gjykata pushon çështjen. Për të marrë një urdhër mbrojtje të njëhershëm, sidomos, duhet patjetër denoncim në polici, përndryshe nuk e përfiton një grua? Ligji ka parashikuar procedurën që ndiqet, ligji numër 9669 të vitit 2006, i cili ka pësuar ndryshime domethënëse veçanërisht në vitet 2010 dhe 2020, ka parashikuar rrugën që ndiqet për kërkuar urdhër mbrojtje. Çdo qytetar, shtetas shqiptar dhe theksoj këtu edhe shtetas i huaj që është rezident i rregullt në Shqipëri mund të kërkojë urdhër mbrojtje në gjykatat shqiptare. Këtë mund ta paraqes drejt për drejt në gjykatën përkatëse, jo vetëm gjykata kubanon, por çfarë do gjykate pa i qëndron. Pra çdo gjykatë kompetencë territoriale, e thënë ndryshe, mund ta paraqes në polici, që ato që quajmë denoncim, po ashtu mund ta paraqes në një sit vendore. Por ju thash që 98% janë urdhra mbrojtje paraqesuar nga policia e shtetit. Sa është aktualisht dënimi i personave që marrin dënim të formës supreme në gjykatë dhe dënohen me burgim? Mirë, së deri tani po flisja për urdhrin e mbrojtjes kuptimin civil, si do të dallim urdhrin e mbrojtjes civil nga vera penale e dhunës familje, se shpesh shoq edhe konfundon ndonjëherë. Ligji ka parashikuar që gjykata, prokuroria edhe policia e shtetit kur vjen ndjeni të një kërkesë për urdhër mbrojtje, një konstitut duhet paraqes do bëhet kallëzim penal për dhunë familje si penale, e cila parashikohet normat nga 130A i kodit penal. Ka nevojë një rishikim i kodit penal dhe çfarë do sugjeroni ndoshta për ta përmirësuar deri diku?
Mirë, nëse do më lejoni pas të përgjigjesha këtu sërish, të kthehem pak edhe tek ligji për masat ndërtuese familjare, se ishte mekanizmi I parë që ka qëllim parandalues edhe mbrojtës ndaj viktimave të dhunës familje. Ligji është shpërsuar në vitin 2020, ligji për masat ndërtuese familjare, pra flasim për ligjin civil, jo për vepra penale të parashikuara nga Kodi Penal. Me ndryshimet e viteve 2020 është futur si mekanizëm I ri, urdhri për masat paraprake të mbrojtjes ndaj dhunës në familje që lëshon Komisariati I Policisë. Edhe këtu ndoshta duhet të teksuar pak të ndërgjegjësimi I Policisë Shtetit për të lëshuar këtë urdhër dhe për mos sjellë në gjykatë urdhrat e mjeshtra të mbrojtjes. Pra është njësoj te masa sigurimit penal kur gjykata vlerëson arrestim flagrant të personit. Dhe këtu verifikohet masa paraprake lëshuar nga Policia e Shtetit. Nëse ka qenë apo jo lishëm. Është një afat dyshëtor, verifikohet. Nga praktika kam parë që në qarkun e Elbasanit, Komisariati I Policisë I lëshojnë urdhrat për masa paraprake të mbrojtjes ndaj dhunës familjare, por ndoshta duhet të ishte akoma më e përhapur si praktikë në të ardhmen. Duhet të theksoja që ligji I ri I vitit 2020, 25-2020, që ka ndryshuar ligjin e si për cituar, ka përshkruar një masë shumë të ashpër që është largimi menjëhershëm I dhunuesit nga banesa, pra I të paditurit. Gjykata jep këtë masë përjashtimisht kur personi është I mitur ose kur është në aftësitë kufizuara, atëherë në këtë rast nuk jepet nuk urdhërohet largimi menjëhershëm nga banesa. Pra janë shtuar masat mbrojtëse, sikur se përmend edhe masa e përcaktuar. Përsa pikë pyetjes tuaj, duhet kaluar tek Kodi Penal. Ligji është shpërsuar, duke ka pasur disa ndryshime, ndryshimi është bërë në vitin 2020, është ai që sapo citova, dhe unë nuk mendoj që ka nevojë për shpërsim të mëtejshëm. Unë do pjesë tek juristët që nuk vlerësoj shpërsimin e dënimit si zgjidhje për rehabilitimin e personave. Mendoj që do ishte më mirë të kushtohej më shumë rëndësi ndërgjegjësimit të njerëzve, fushatave që promovojnë barazinë gjinore. Shikoni, ligji ynë për marrëdhëniet për masat e dhunës familjare, po ashtu dhe Kodi Penal që ka parashikuar veprat e dhunës familje, e ka mburimin te konventa ndërkombëtare. Është konventa OKB-s vitin 1991, është dhe po ashtu konventa për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje e vitin 2011, që quhet ndryshe si Konventa e Stambollit. Madje, ligji që pësoi ndryshimin në vitin 2020, futi si mbrojtje veçantë të gratë, që nuk ka parashikuar në vitin 2006. Pra gratë si mbrojtje të veçantë. Në kuadër të ligjit parashikuar si masa parandaluese, dhënia masave civile mbrojtëse, ato që quajmë masa domicile, për largimi nga banesa, mos e pron distancë caktuar, të mos komunikoj personin. Po ashtu janë futur masat karakterit të prindëror, përgjegjësisë prindërore dhe të kujdestarisë, të cilat mund të kufizohen në të përkohshme gjatë kohës që është në fuqi urdhri I mjeshëm I mbrojtjes. Kjo konvent, Tuta Dilja, parashikon parandalimin dhe një nga pikat kryesore të saj është ndërgjegjësimi I publikut për rëndësinë e barazinë gjinore. Në këtë konvent, Konventa e Stambollit të vitit 2011, theksohet qartë që thuhet qëllimi I kësaj konvente për të shrenjosur paraqykimet e bazuara mbi traditat e mëparshme që bazohen në idet e ndarjeve në role gjinore. Pra të gjitha këto stereotipe të krijuara në popull të ndryshëm europian. Përsa përgjigjesh një mesazh tuaj, ndoshta një thirrje për të gjitha ato gra dhe vajza që sot janë pre dhunës, por që ngurojnë ende ta denoncojnë. Çfarë do të thoni? Atëherë, në radhë parë do të drejtohesha burrave, sepse janë nga praktika, si kështu përmenda në fillim, 90% e rasteve janë meshkujt dhunuesit. Një mashkull I cili ushtron dhunë ndaj një femre, do të kuptoj që po ushtron dhunë ndaj nënës së tij, motrës së tij, vajzës së tij. E thënë ndryshën ndaj personit që e ka sjellë në këtë jetë, personit me cilin kalon jetën dhe personit I cili jep kuptim jetës. Ndërsa për gratë do thoja, do ta përkthem me fjalët e famshmit psikiatër Carl Jung, I cili ka thënë që ne nuk jemi ajo çfarë
na ndodh, ne jemi ajo që zgjedhim të bëhemi. Pra, për gratë, mesazhi im është që ta denoncojnë dhunën, të mos bashkëtojnë me dhunën. Do ta kuptojnë që kjo është një thirrje jo vetëm për to, por për çdo grua dhe femër në botë. Faleminderit.